ato kanë një kapital individual të cilën e kanë marrë në relacion me partinë. Kanë dhënë dhe kanë marrë prej partisë dhe i kanë ndërtuar. Dhe këputja e këtij trungu, do me thënë, për mua një hap mjaft i madh drejt momentit të ri të cilën e pret Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe kjo do të determinohet me hapjen e partisë ndaj kuadrove të ri. U cek edhe nga ju që 80% e këshillit përgjithshëm të partisë janë figura të reja të cilat nuk kanë mbartur atë pozicion, dikund rreth 60% e strukturës së kryesisë qendrore janë njerëz të cilët nuk kanë qenë paraprakisht aty, dhe normalisht që një pjesë e strukturës do të duhet ngelet për vazhdueshmërinë institucionale të partisë dhe gjithashtu për të vendosur performancat të cilët ose për të ngritur, për të tërhequr pas vetes edhe këtë pjesë të re që i bashkangjitet partisë. Këtu do duhet shohim nëse këto njerëz të ri do të mund të ngriten në pritshmëri. Dhe pajtohem plotësisht me zotin Tahiri kur thot që pritshmëritë rriten shumë para se të bëhen reformat. Ne nuk duhet të rrisim pritshmëritë para se të bëhen reformat. Ne duhet të rrisim tani pritshmëritë ndaj BDI-s dhe se çfarë do të prodhoj ajo në të ardhmen. Si në aspektin kadrovik edhe në aspektin politik.